Të hënën, me datën 2 shkurt 2026, besimtarët musliman shënuan natën e madhe të fesë islame, e njohur ndryshe si nata e Beratit. Kjo natë e madhëruar ka një domethënie të veçantë shpirtërore dhe tradicionale, duke u pritur me respekt për kushtim nga komuniteti musliman. Në fshatin dinosh të komunës së Tuzlit, kjo natë festohet prej vitesh sipas një tradite të veçantë, ku banorët vendas dhe të fshatrave përreth mblidhen pranë xhamisë së dinoshës dhe pas ritualit të faljes bëhet shpërndarja ëmbëlsirave të ndryshme për fëmijët. Buzëqeshjet e tyre, hareja dhe gjallëria që sjellin e bëjnë atmosferën edhe më të ngrohtë dhe të këndshme. Kjo traditë jo vetëm që ulëron fëmijëve momente të paharrueshme gëzimi, por gjithashtu mëson atyre rëndësinë e ndarjes, bujarisë dhe dashurisë ndaj njëri tjetrit, duke siguruar që këto vlera të çmuara të trashëgohen edhe në brezat e ardhshëm. Rëndësia netëve të mëdha në kalendarin islam lidhet me mesazhin e thellë shpirtëror, pasi kjo i fton besimtarët në reflektim, pendesë dhe lutje.
Për të folur mbi rëndësinë e natës së madhe si dhe mbi traditën që shoqëron, ne intervistuam imamin e xhamisë Dinosh, Nadir Bajraktarin. Po, netët e mëdha janë datat shënuara në kalendarin islam, nuk është se janë net të bekuara, për dallim nga nata e Kadrit, krahas asaj këto net janë të caktuara mbas të kalendarit dhe ngjarjeve që kanë ndodhur në ndërkohë. Për shembull, po ti fokusohemi kësaj natë sot që është natë e madhe, është nata e Beratit. Në fakt, shqiptimi i saj është Berajet, se do thot nata e faljes, nata kur personi lirohet nga gjitha gjunahet dhe mëkatet. Kjo është një natë kur Zoti zbret mëshirën e rahmetin, faljen e tij mbi gjithë ata robërt e cilët kërkojnë atij falje dhe i fal dhe i pastron. Kjo natë vjen në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, që njerëzit të jenë të falur, të mëshiruar, që të hyjnë në një muaj të bekuar të Ramazanit, të hyjnë me atë faljen e Zotit, edhe ta ndjejnë kënaqësinë e adhurimit, kënaqësinë e agjërimit, edhe të gjërat të cilët praktikohen brenda muajit të bekuar të Ramazanit. Para kësaj nate kemi pas edhe dy net të mëdha të tjerat. Kanë qenë nata e Isras dhe Mirajit, kur ka ndodhur mrekullia e pejgamberit Muhammed a.s. i cili ka udhëtuar mbi 7 kat qiell brenda një nate. Kjo mrekulli ndodhi mbas një mërzie që e pati vetë profeti Muhammed a.s. Pasi ndroi jetë bashkëshortja e tij, u mërzit shumë dhe Zoti e thirri në praninë e vet, e afroi tek vetja për ta ngushëlluar edhe për t'i dhënë një përgëzim, për t'i kthyer gëzimin dhe shpresën për të vazhduar këtë mision profetik. Kurse nata e parë që nisin net të mëdha, sepse janë këto 3 muaj nihen sikur 3 muaj të mëdhenj. Edhe brenda këtyre 3 muajve, 8-5 net të mëdha janë brenda këtyre 3 muajve. Pra, është muaji Rexhep, që është muaji i shenjtë, muaji Shaban edhe muaji Ramazan. Pra ne jemi në prag të Ramazanit. Te muaji Rexhep kemi pas Lejletur Ragaib, që është natë gjithashtu e faljes të mëshirës, ku si tradit në këto net të mëdha, çdo herë mbledhen fëmijët, te ne është traditë e veçantë. Dallon zonën nga zona, në viset të ndryshme islame, nuk është se kanë praktikën gjithku të njëjtë. Këtu në Dinosh është një veçori që mbledhen të gjithë fëmijët, edhe renditën aty në rrallën e vet, mbledhen afërsisht mund të them rreth 200 ose 250 fëmijë nga Dinosha, ndonjëherë vinë edhe nipe për t'ju bashkangjitur këtij aktiviteti, së vërtet është një aktivitet i bukur, aktivitet i hareshëm që ndjejnë gëzim dhe lumturinë. Dikur ka qenë gëzimi tek ëmbëlsirat e këto, kurse sot është më shumë tek bashkimi dhe buzëqeshja të fëmijëve që shikojmë në sytë e tyre. Më përpara, netet e mëdha janë veçuar edhe me adhurime të ndryshme, por nuk kanë ndonjë adhurim të veçantë. Për shembull, nata e Beratit apo Berajetit, që kanë marrë emërtimin nga një ajet i Kuranit kur flet Zoti mbi teuben, mbi pendimin, ku thuhet Beraatu min Allahi wa Rasuli, pra është lirim nga mëkatet. Në këtë natë nuk është se kanë ndonjë adhurim të veçantë, krahas asaj që njerëzit kërkojnë falje. Edhe kërkimi i faljes kur bëhet, Zoti i fal ata dhe i mëshiron ata. Këto net përgjithsisht veçohen, posaçërisht në Dinosh edhe në zonat të ndryshme, veçohen sikur net të mëdha, krahas netëve të mëdha, bëhet edhe agjerimi i këtyre netëve. Me shpresën që Zoti do ta shpërblej shumë fish pjesën e agjerimit, gjithashtu nga tradita e vendit është edhe pjesa e ëmbëlsirës ku bëhet hallvat për netën e mëdha. Netën e mëdha bëhen hallvat gjithashtu në formë ëmbëlsie që kurdo që të vinë në shtëpi natë ditë, natë, që rastesh me diçka që është e ëmbël për ta ëmbëlsuar edhe këtë natë, po edhe muhabetin mes tyre. Atëra mund të na tregoni dhe çfarë dallon këtë traditë pra në Dinosh në krahasim me fshatra tjera? Po, pak parë përmenda që këtu në Dinosh është traditës që gjithë fëmijët mbledhen në një vend, më pas vinë njerëzit dhe të rriturit i shpërndajnë ëmbëlsirat, çokoladat e ndryshme tek fëmijët, kurse për dallim nga Dinosha, në vendet e ndryshme, qoftë Milesh, Rroganë dhe vendet e tjera, ka qenë traditës që ne kemi shkuar shtëpi për shtëpi për t'i ndarë çokoladat e ndryshme. Edhe në çdo shtëpi kemi lënë çokolada aq sa ka pas fëmijë. Nëse ne në shtëpi kemi ditë që ka 2-3 fëmijë, 4-5, dikur ka pas edhe më shumë, sot kemi më pak, por janë ndarë çokoladat për sa fëmijë ka pas aty, kurse sot i lejnë në për shtëpi në vende ndryshme, kurse në Dinosh këtu është një traditë pak më ndryshe, siç e shihni edhe vetë, siç e pat pak para, ku e morët me syrin e kamerës, që e pat se gjithë fëmijët mbledhen në një vend edhe i shpërndajmë të gjithë bonbonat në atë formë. Shumë mirë. Atëherë, duke qenë si jemi dhe në pritje të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, një mesazh për të gjithë muslimanët kudo që ndodhen. Mesazhi do jetë i qartë, padyshim që lutja e parë, mesazhi i parë kryesor që është që lutim Zotin që të na mundsojë që të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit, të arrijmë me shëndet të mirë,
me gëzim, me lumturi, sepse besimtarët të këtë muaj të bekuar të Ramazanit e presin me një shpresë dhe gëzim të madh, që ta arrijnë atë edhe të ndjejnë kënaqësitë e tyre e që do kemi rast, besoj inshallah që edhe të flasim më shumë mbi muajin e bekuar të Ramazanit, adhurimet brenda tij këto, por që tani nisë ajo gëzimi dhe haria në prag të muajit të bekuar të Ramazanit. E lutem Zotin pra që ta mundsoj që gjithë besimtarët musliman ta presin muajin e bekuar të Ramazanit. Krahas kësaj duhet të veçojmë që muaji i bekuar i Ramazanit nuk është gëzim vetëm për muslimanët, është gëzim për të gjithë njerëzimin dhe njerëzimit, sepse është vërtetuar që gjatë kohës së Ramazanit mbizotron një paqë mbar botën, sepse njerëzit janë më të paqshëm, më të dashur me njëri tjetrin, më të buzëqeshur, sepse largohen nga gjërat e ndaluara dhe pra që sa largohemi nga mëkatet, ne jemi më afër Zotit.